mujna mi verifiku. Po ka. Se për me verifiku diçka ti du të mi pas 2 burime, 2 dokumentet e tjera për me mri me argumentu që kjo nuk Vetëm ju zoti Gashi e kuptoni sa ndjeshme mund të jetë kjo në rast se faktura për shembull. Nëse thuhet është vërtet zoti Gashi. Ka biseduar 30 vjet. Gashi, gjithë respektin për ju kjo nuk e kemi marrë. Jo, vetëm po them si verifikohet me 2 burime kjo. Po adresohem zonjës Deliu. Po e marr si shembull. Ka një pretendim burime në këtë rast. Ka një pretendim që autoritetet gjermane kanë hetu për një diçka. Nuk kam asnjë informacion që kjo është e saktë, po për me thonë që është e pasakt, mu më duhet një përgjigje për autoritetet gjermane. Dhe kjo vonon. Nuk jena na Der Spiegel kur t'i shkruaj na autoritetet gjermane. Nëse thuhet Kreshnik Gashi ka komunikuar 30 vjet me spionën e arrestuar, si verifikohet me 2 burime, vetëm po dua në aspektin profesional. Me spionin? Siç është rasti me mua, thot Adriatik Kelmendi ka biseduar 30 vjet me spionën e arrestuar për spionazh. Për të njëjtën që ka publiku opinionet e ju. Arrestuar për spionazh. Si verifikohet me 2 burime? Marrëm dosjen e prokurisë. Ka një dosje për atë zojën, ka një akt akuz me kon ka komuniku, DNA-nat me kon ka komuniku, shihet që nuk është zotni Kelmendi aty, verifikohet, publikohet dosja dhe vazhdohet. Pra është metoda që ne nuk mundemi veç pse po na duhet. Nesër do ta adresoj pra dhe ju lutem nëse mund ta verifikoni. Veç edhe se përmbylla. Ose do të shkojmë në një blok reklamas do të themi se s'kan folur. Adriatik se i lam edhe të tjerë të ndjes sepse u zgjeru debati. Pra pse këtu po vijmë për fundim që gjithë kundërshtarët të qëndrimeve të qeverisë Kurti janë sulmu dhe janë ataku, ne kemi veç deklaratën e Florin Krasniqit, eksponent i lëvizjes vetëvendosje që para sa kohe flet për një zyrë të cilën thotë e kon financu vetë, me paret e mia. Ka dhe të tjerë. Vetëm mos harrojmë zoti Gashi këtu nuk është nga qeveria as nga pushteti. Jo, pushteti. absolutisht, unë nuk du të akuzoj, unë po e përmendi, s'kam asgjë. Besoj që kom statistika për këtë parti çfarë faqesh kanë, i kemi. Jo, lirisht bëni publike, lirisht çfarë do faqe që keni nuk e kalon asnjëra as për së afërmi kriminalitetin e faqeve propagandistike cilat i kemi pa për i lëvizjes vetëvendosje që janë ataku, janë linçu për shkak për me nal guximin e njerëzve për me thonë qëndrimin e tyre publik. Vetëm zgjedhjet e fundit. Për mua është problematike është që këtë kopjen e vetëvendosjes me faqe fake e kanë kopju një pjesë e madhe e eksponentëve të tjerë të partive politike. Mësë është anafjeltas? Nuk është ashtu Kreshnik. Jo. Së është larg asaj. Dëgjom, nëse po dojmë me nal shpifjen, urrëtitjen këtë shoqëni, duhet me u pajtu dhe nëse ka mrena partive politike strukturat të cilat bojnë gjonat të tjera, me i denoncu dhe me tregu që nuk ka, që nuk janë me partit politike. Të mos po generalizojmë këtu dhe relativizojmë. Nuk po generalizoj. Mirë po, edhe unë po them. Ka partit tjera barabarta me lëvizjen vetëvendosje? Për atë po them mos generalizojmë dhe mos të relativizojmë. Prezenca lëvizjes vetëvendosje në rrjetet sociale, në teknikat e cilat i përdorim, për me mri audiencë në rrjetet sociale është shumë fesh më e madhe se sa e partive të tjera. Cilat janë të faqe për Kreshnik se... Jo, le t'i bën publike lirisht, po se ekzistojnë. Struktura antarësisë të rrinë e atë piken edhe tjertë dhe tjertë. Cilat janë ato se po mrinë në atë piken, kur Kreshniku thët gazetarët kanë marrë pare me çanta prej Serbisë dhe ajo kthehet në një fushat të organizuar kundër gazetarëve mësane. Që t'ja piken në më. Kreshnik, që kjo përpjekja... Që kjo përpjekja për relativizim... Që t'ja kush ka... Që kjo përpjekja për... Kush ka marrë pare për gazetarëve? Nuk kom thonë kanë marrë pare prej gazetarëve. Kom thonë se Albin Kurti qito e ka përdor edhe në konferencë për shtyp. Ka dojnë konferencë për shtyp duke ju referu juve dhe kjo është pikrisht ajo lufta hibride pjesët cilës ka rosh ju ka cituar. Qindra kërsnime ka marron prej qasoj deklaratës tonë. Asë një nuk e përmeni. Kajtazi ka marrë pare. Përmeni. A kom thonë? O, përmeni. Kom thonë. Përmeni. Timi i prokurisë speciale. Përmeni. Pretendon se ka pas një plan të bijas. Përmeni. Që duke përdor një fond me pagu artikull në media Shqip në Kosovë. Në akt vendim të prokurorit e ki. Përmendi. Jo, prokurori ka me gjithë. O, përmendi. O, Adriatik. Prokurori ka me gjithë. Kjo është luft hibride. Unë e kom citu dokumentin e prokurorit. Përmendi.
Kur kun folë Ndryshe. publik. Tjetër sen ke folë në emision, tjetër sen ke folë të kur të kanë thirrë për Dugazinit. Që t'jave emnin Kreshnik. Nëse jenë atu folë për paret me qanta, nëse jenë atu folë për avokatët të cilët kanë marrë pare për me dhonë. Avokat është diçka tjetër, s'kom punë me avokat. Adriatik, Po media, po thoni, jeni kësë kuptuar. Kjo është luftë hibride. Adriatik, Sa këto që po Kjo është luftë hibride. Selam. Pjesë e kësaj është luftë hibride, është kallëzapikon. Jo, më rej. Po. Qëfar fakte zëdi? Sepse dilni thoni, mediat po marrin pare me thas, me çanta. Jo, nuk kom thonë